Komanda, si të pritën atje kur shkuve një me, se kam dëgju që kështu kam informacione që realisht ke pos debote tashpra edhe para se me dalte në fjale me ta. Në fillim ka qenë krejt okej, diku një 3-4 dit në punën time mas përfundimit të leximeve të intervisteve të mije të 2019 që kam pas një 4 dit, pastaj një 3 dit në përpunim tim me prokurorën të cilën ju drejtohesha gjithmonë në gjykatën saj. Kem bashkëpunu shumë mirë, kemi kriju marrëdhënie shumë të mira, jemi hap, sikurse as në Kosovë me gjykatë se me prokurorë s'kisha kalu. Sa i thojsha të dyjeve, thojsha ju jeni motret mije, se unë nuk kam motër, silleni si motret e mije, edhe ati Amerikanit që ishe ti, që ti e vllavim Amerikan, se ju jeni partë që na keni ndimu, Zoti ka caktu që ju me qenë me neve dhe mushteru Kosova, me zbashko me krejt Evropë. Absolutisht. Edhe kem bashkë biseduar shumë shlirë, të gjithë ato s'kam pas kur farë problemi. Desa në punë e sipër, mash gjujt një dokument i gjykatës, në gjykatën e Agës, ku kam qenë 2019, me gjykatës e prokurorët ateshmi, investigus të mi që unë kam qenë para tynëve 72 orë në përgjigje për 3 rastet e vdekjes të 3 serbëve në kohën sa unë jam kohën komandant, edhe në kohën e ofanzivës betejës Rahovecit, betejës famshme të Rahovecit, epopejës Rahovecit të 17 korrikut 1998, 3 rastet e vdekjes të 3 serbëve në përdorë të mije që kanë kalu. Edhe kur më është paraqit dokumenti që ata kanë përshkru, Çka përshkruhet në dokument? Unë që nuk e besoj se ata kanë qenë qaq sinqert, qaq korrekt me mu, dhe të gjitha unë që i kam thënë për ato 72 orë, janë në kamerët incizume dhe CD-et unë i kam marrë prej aterit. Dhe gjatë prezencës time kur nuk është përmend diçka e tillë. E çka përmendën ti komandant? Aty thuse e njëjta sikur se një Ana Vanozit që ajo ka përshkru gjendit që shumë shtaku dimi e nishën me mu në Rahovec, mas dalës time prej komandantit të UÇK-s brigadës 124. Ajo pa u taku kur me mu, ka shku ka bo një akuz tek ata, si Ismet Tara, jo si kriminal, po kam bisedu me Ismet Tara në dimi e nishën, dhe Ismet Tara më ka të regu që ushtria Ismet Tarës ka bo krime në popullatën civile sërbe. Ka vra fëmijë, ka vra gra, kanë dhënuar, kanë djegur, kanë shkatruar, plus asaj në fund, edhe kafshi kanë djegur për mi ata, për mi jahup, a dënën mos e mujt me gjithë. Tash, ajo ka qenë për mu qesharake. Më thënë, sikur se ti shkon kjo e vërteta, ju kur ajo ka qu këtë akuzë, ajo 2000 nishën në shtaku me mu, jo Ismet Tara më mshel, po krejt ushtarët e brigadës Ismet Tarës s'kishit prit as Hagan, as Kërken, ti kishin bo që të krime, se kishit prit ju as Hagan, as Kërken, se shumë ushtarë janë mshel që i kanë maltretu diken që ka shku e kalip një 1.000 euro, ushtarët janë marrë nga unë miku këvore edhe janë burgos, e jo se Ismet Tara ka të regu që e mbo këto krime dhe unë i kam thënë, ajo Ana Vanozi, se më kam thënë ata se është punëtore unë miku, s'mund tjetë, unë i kam thënë është najlavire Italis, dhe ka shku në lagjët sërbëve atje, o knaq me shkije me këse, qka i kanë të regu ata, dhe që ta kanë shku, dhe se kam marrë parasysh atë deklaratën e saj, kam mëndu që është kur gja hiqë. Mirë po, aja është montim që është bërë UÇK-s. Ta e kanë vërtetu pastaj që të njëjtën dokument e kanë përshkru, thuse e kanë përshkru që ta gjykatës e vetus. Qaj dokument ka vlejt kryesisht, qaj dokumenti Ana Vanozis, kishë qenë për mu me më akuzu, ata më kishin marrë me njëra dhe mu, 2000 nishët kur ka të tërgu, kur ajo thët që Ismet Tarën ko bo takim, ja kishë bo një inqizim, kishë pas një foto me Ismet Tarën, kishë marrë një inqizim me veti me inqizu, edhe krejt ushtrin e UÇK-s Ismet Tarës, 100 ushtarë që ka pas në atë ku, krejt ishim shilë. Po ajo ka qenë veç me kalu
me kalu në përgjithësi të shtabit përgjithshëm. Që atëherë unë nuk e kam dyshu. Unë kam mendu që kjo gjikat e Hagës, dhoma e specializuar në Hagë, gjikat e Kosovës, unë kam mendu që kjo ka me qenë gjikat që veç me imbulu që ta akuzet që kanë qenë dikt martit, që askush si ka besu edhe do të kryet. Mirë po nuk ishtë ashtu, ato akuza janë bërë me qëllim qysh atër, po dhe tash në këtë tjetër dokument që është përshkruar, a është përshkruar nga ata intervistus, a nuk është përshkruar, po dokumenti është paraqitur, thuse ata e kanë shkruar në shkrimet e tynve, a janë bo falc, a janë bo tamam, ama në kohën 72 orë që të mi, as nuk janë përmend, as nuk ka as një fjalë lidhe me ato që bisedohet, po masi kam kryu, masi kam marrë që dhejët, në qofë se ata vetiu kanë përshkru, ato nuk e di mas asaj që se kanë përshkru dhe kanë shkru vetëm ata, pa në nshkrim të amën, pa djenin time, pa folur hiq as njerë që unë ato i kam thënë. Kur më është paraqit ditën e tretë punës së të katërtën me prokurorin, mas leximit të aty në intervisteve të mije, që unë i kam lexuar, ato nuk ekzistojnë në ato interviste, unë i kam pas. Mi kam dhënë prej atij, krejt i kam lexuar 700 sa faq. Aty nuk ceket kur gja. Ama kur ma ka paraqit edhe çet dokumentin se zotritara, komandant Hoxha tha, a pe alshon si të, a ta kaloj, të shprit, jo s'pe kalojmë, të shprit të lexoj. O jo, të shkon në ajë dokument prap, edhe që ti unë ishja bërgos. Të shkon që është i vërtet ajë dokumenti, edhe mu përgjegje edhe ata që sa më kanë bërgos para 5 viteve. Se në njëtin dokument, si kur sa Ana Vanozi përshkruan që me Ismet Talën, që ta intervistus të mi, që ta prokuror të mi, qaj prokurori gjikatë si e tu se të gjithë ata, e kanë përshkru ato, thu se me Ismet Talën ka bisedu, si kur se Ana Vanozi që ka bisedu. Ma Ana Vanozi s'mun e dëshmon që ka tërgu. A këta... Ata dhanë dokumenti se e posha që jam gjelim? Jo, nuk ma dhanë dokumentin, unë e karkova dokumentin, po e tërkova pak si but, ditën e parë me ndova që do të ma japin atë dokument. Edhe ma tha, në shkruj e tha, le të kalon në proces verbal. Thësh jo, thësh pa e ledzu, thësh nuk e në shkruj. Kur fillova ish dokumenti 2 faqe, Sadri. 2 faqe dokument. Dokument në qofë se me të vërtet e kanë përshkru ata investigus të mi, prokurori, gjikatë sjetus, edhe ata që kanë qenë të ty, në qofë se ata e kanë nënshkru, ata kishë qenë dasht në shku më u bërgos, qysh ismetarën se kanë bërgos me njerë, edhe në krejt ushtarë. Edhe në qofë se tash këta e kanë nënshkru, do më thënë, vetë që kjo prokurori tash e reje, dhe që ta gjikatë së ty, dhe që ta kishë qenë dasht, pa tjerë më arrestu. Po si që kanë arrestu kriminali. Edhe tash,